Ne do të vazhdojmë të jemi edhe më atu t'jetëzëshëm deri në momentet e fundit kur bashkë me qytetarët do ta fitojmë këtë proces. Ashtu siç e kemi paralajmëruar, nesër do të jetë protesta e radhës, e cila do të fillojë nga ora 12. Zoni qytetarëve është mirë që mos më ndalë në asnjë moment. Nesër të njëjtën kohë ka qelluar që do të jetë edhe seanca, domethënë konstituive, e cila po dështon tash disa herë. Natyrisht prej këtij sheshi do t'i bëjmë thirrje gjithë deputetëve të Republikës Kosovës që ta shtyjmë përpara këtë proces në momentin e parë që të konstituohet kuvendi, thirret më njëherë në Komisionin për Energji, thirret më njëherë për raportim zyra rregullatorit për energji dhe sa më parë ky vendim të pezullohet. Pas kësaj, natyrisht se ne do të vazhdojmë aktivitete të tjera, nëse edhe pas ditës së nesërme prapë do të vazhdohet mos ketë reflektim, natyrisht se do të jemi të detyruar që protestat i masovizojmë dhe ky masovizim nënkupton edhe për shkallëzim. Nuk jemi të lumtur që t'japim kësaj lloj mesazhesh, as ne nuk jemi në frymën e asaj që të përshkallëzohet situata, por nëse do të ketë nevojë, siç kemi thënë edhe në fillim, ne do të bllokojmë edhe rrugë, do të bllokojmë edhe institucionet në mënyrë që zoni të dëgjohet edhe më tutje, po e shohim që prej fillimit e tash qasja dhe fryma për me qenë pjesë e organizimit protestës ka ndryshuar komplet. Qytetarët më shumë se kur janë të interesuar për faktin se ata tashmë edhe janë të bindur, nuk janë më vetëm fjalë koti, por ne paralajmërimet e rritjes së çmimeve tashmë i kemi konkrete. Fillimisht ka pas ide që ne vetëm po dojmë propagandu, por tashmë është gjithçka realitet, po i lexojmë çdo ditë edhe nëpër media që çmimet kanë filluar me lëviz. Ne nuk kemi asnjë synim që të bëjmë dome në kuptimin e institucioneve. Ideja është që të paralizohet aktiviteti i institucioneve, sepse kjo besoj që është kërkesë normale dhe legjitime e qytetarëve në momentin që institucionet nuk punojnë të mirë në qytetarët e Republikës Kosovës, atëherë pse ato duhet me funksionu. Kështu që një prej alternativave të cilat ne kemi paraqitur, jemi të thonë tash disa herë, është edhe paralizimi i aktiviteteve nëpër institucione, bllokimi i shesheve, rrugëve. Pas kësaj e kemi nisë edhe një lloj iniciative të cilën nëse ka nevojë prapë do ta aktualizojmë, është edhe pjesa e pezullimit pagesave për çmimin e energjisë elektrike nga ana e qytetarëve, por për të tjerave edhe kjo do të jetë një hap të cilin jemi duke shqyrtuar, që po besoj që qytetarët menjëherë janë aktivizuar dhe kanë pasur kërkesë legjitime. Gjatë gjithë ecurisë së këtij procesi ne kemi punuar në mënyrë intensive në drejtim të hartimit të padisë, përmes të cilës do të kërkojmë anulimin e vendimit të aktit administrativ përkatësisht vendimit të zyrës së rregullatorit për energji, duke pas parasysh faktin se i njëjti është marrë në bindjen tonë në shpërputhje me autorizimet që ka ky institucion me theks veçantë për sa i përket çështjes së procedurës së deri tashme. Megjithatë ne po presim publikimin e vendimit i cili do duhet me ndodh, akoma nuk është bërë. Sot jam drejtuar me kërkesë zyrtare përmes email-it zyrtar të zyrës së rregullatorit që ta në parë këtë vendim, në mënyrë që të njëjtin ta analizojmë dhe ta procedojmë përkatësisht ta finalizojmë padin, po ashtu vlen theksohet që krahas padisë ne kemi punuar dhe po punojmë intensivisht edhe në hartimin e propozimit për masë të përkohshme si masë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, për faktin se jemi të bindur që plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 100 të ligjit për konflikt administrativ, për faktin se një vendim i tillë paraqet dëm vështirë të riparueshëm për palët në procedurë përkatësisht për qytetarët. Kemi argumentuar dhe do të përpiqemi edhe tutje të argumentojmë se është edhe në linjë me praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, instrument i cili është direkt i zbatueshëm në vendin tonë.